A nuk I konvenon LDK-s Abdi Gjikut që të përfundoj punë e të mos shkojë në zgjedhje? Jo, duke u bazuar nga e kaluara, po del që nuk apeloj me kuptoj që nuk konvenon, sepse edhe herën e kaluar në këtë parim, në këtë logjik ja siguroi votat presidentes Vjosa Osmani, por doli që nuk ka qenë vendim I duhur, sepse askush, as vetë Albin Kurti, as Vjosa Osmani nuk ishin mirënjohës për këtë kontribut të lidhjes demokratike, por as, të themi të drejtën, as popullata në përgjithësi, as votuesit nuk ishin as pak mirënjohës për këtë punë, dhe ne po e shohim që Lidhja Demokratike e Kosovës zbriti sërish në 15 deputet, që është domethënë niveli më I ulët që po ndodhet që 2 palë zgjedhje Lidhja Demokratike e Kosovës. Dhe nuk I konvenon, do thotë Lidhjes Demokratike të Kosovës që të bëhet gjithmonë patëricë e fituesve dhe t'ju krijojë atyre komoditet që qeverisin pastaj 4 vjet qeveria, 5 vjet presidentja dhe gjatë gjithë kësaj kohe ata ta shfrytëzojnë pushtetin për të rritur edhe më shumë dhe e pam ne se sa janë në gjendje ta shfrytëzojnë edhe të abuzojnë edhe me buxhetin e shtetit duke shpërndar ndihma kohë pas kohe në mënyrë të paligjshme, duke në një farë mënyrë duke bler votat nëpërmjet këtyre vendimeve të paligjshme siç ndodhi në 3 parë zgjedhje, edhe në zgjedhjet e nënshkurtit, edhe zgjedhjet për komuna, po edhe në zgjedhjet që ishin tash të fundit pra me 28 dhjetor.